Perëndi do t'ishte ai që do të lumturohej nëse unë po vuaj padrejtësisht. Në të vërtet nuk thuhet se ai është i lumtur nëse vuajmë padrejtësisht, thuhet se është i lumtur kur ne mbajmë qëndrim të mirë edhe kur vuajmë padrejtësisht. Njeriu i urtë vuan shumë më pak se budallai. Fjalët e urta 18:67. Dua t'ju flas pak tani në lidhje me fjalët tona. Buzët e budallait të çojnë në grindje dhe goja e tij kërkon goditje. Kjo faktikisht ja vlen të lexohet përsëri. Buzët e budallait të çojnë në grindje. Fillon debatet, nxit luftë, shkakton zënka, shkakton probleme. Sa herë ju keni thënë diçka të marrë, ose më mirë po fajsoj veten, sa herë kam thënë diçka të marrë, sepse e di se ju se bëni. Dhe thjesht kam shkaktuar një luftë të madhe me dikë, e kam menduar më vonë, përse nuk e mbajta gojën mbyllur më mirë. Është shumë e vështirë për ne që thjesht ta mbajmë gojën mbyllur. Shpesh them që Perëndia na ka dhënë dy vesh dhe një gojë, do të thotë se duhet të dëgjojmë më shumë se sa të flasim, por ne nuk e bëjmë këtë. Fjalët e urta 12:18. Kush flet pa mend, pa u menduar. Kjo është për atë që thot çdo gjë që i vjen në mendje dhe në të vërtetë nuk i mendon fare fjalët që do të thotë. Kush flet pa mend është si ai që shpon me shpatë, por gjuha e të urtëve sjell shërim. As është e bukur. Fjalët e urta 18:21. Vdekja dhe jeta janë në pushtetin e gjuhës. Dhe dëgjoni, ata që e duan do të hanë frytet e saj. Forca, s'po e sajoj vetë këtë, është e vërtet. Unë se dija këtë, isha e krishter prej kohësh dhe askush s'ma kishte thënë. Dhe pavarësisht se sa herë keni dëgjuar mesazhe për fuqinë e fjalëve, do të bëni një kurs rifreskues në këtë takim, sepse kjo ende është një nga fushat ku kemi problemet më të mëdha, nga që thjesht themi një tuf gjërash të marra dhe futemi në telashe dhe zemërohemi me Perëndin nga që ai si rregullon. Duhet të jemi veçanërisht të kujdesshëm se si flasim kur jemi nën presion. Se si flasim kur gjërat nuk po shkojnë ashtu siç duam ne të shkojnë. Tek Gjoni 14:30 më pëlqen shumë. Është mësimi mrekullueshëm. Pa afrohej koha kur për Jezusin do të fillonin vuajtjet e tij në Getsemani dhe ai po përpiqej të përçonte dishepujve disa nga gjërat që do të ndodhnin më pas dhe tek Gjoni 14:30 ai tha: Unë nuk do të flas me gjatë me ju, sepse po vjen princi i kësaj bote dhe ai nuk ka asgjë në mua. Ç'mund të kuptojmë këtu përveç se atë që Jezusi tha, ajo që po ndodh tani është e rëndësishme. Vendimet që unë marr tani janë shumë të bazuar në këto ngjarje. Edhe Jezusi në natyrën e tij njerëzore vendosi se ai do të ishte i heshtur gjatë kohës së vuajtjeve të tij, sepse ai nuk donte të hapte një derë për armikun dhe t'i jepte atij leje hyrje tek gjërat që po ndodhnin në atë kohë. Sa nga ju mendojnë ndonjëherë kur kalojnë vështirësi se do të ishte më mirë të mbylleshin në një dhomë diku dhe thjesht të mos i thoshnin askujt asgjë. Nuk kam mbaruar akoma me ju, kam akoma kohë. Dhe më pëlqen kjo tek Isaia 53:7. Edhe pse i shtypur, i pikëlluar dhe i keqtrajtuar dhe i përulur, nuk e hapi gojën. Si një qenj që e çojnë në thertore, si një dele e heshtur përpara atyre që i qethin, ai nuk e hapi gojën. Për sa vite i kam lexuar këto shkrime dhe se di as do të thoshnin. Dhe do të thonë pikërisht atë që thonë. Kur Jezusi ishte nën presion, ndenjën e heshtje. Sepse edhe pse ai ishte Perëndi, ishte gjithashtu edhe njeri.
Dhe a e dini, ishte një njeri i mirë dhe pikërisht kështu e quan Bibla, pikërisht kështu jemi dhe ne. Ju jeni burra të mirë ose gra të mira, ju keni mish njerëzor, por Perëndia jeton në ju. Dhe fryma e shenjtë është në ju, duke ju drejtuar e udhëzuar, dhe ai është në mua duke më drejtuar e më udhëzuar. Nëse ne do të ngadalësonim ritmin vetëm për pak çaste. Dhe kur Perëndia të na thot, rri në heshtje, të rinim në heshtje. Sa nga ju mendojnë, sa nga ju janë dakord me mua, se në jetën tonë do të ndryshonin shumë gjëra nëse do të ndryshonim disa nga gjërat që themi. Në rregull, kështu pra, s'është faji i Perëndis apo jo? Një njeriu të urtë. I ndodhin më shumë gjëra të mira pavarësisht rrethanave, se sa një njeriu të marr. Një gjë tjetër që ne s'duhet ta bëjmë, por e bëjmë, thjesht po përpiqem të jem praktike tani. Bibla thot tek Mateu 7:1, mos i gjykoni, kritikoni e mos i dënoni të tjerët. Pa shiko. A ka arritur dikush që të, nuk e di, sa është ora tani, nuk e kam iden, a ka arritur ndonjë nga ju që deri në një orë të caktuar të ditës të mos ketë gjykuar apo kritikuar dikë? Unë nuk e di, ju mund të keni pasur në një opinion edhe për mua sot. Dhe unë jam këtu lartë e po përpiqem t'ju ndihmoj. Mirë. E po kjo është veshja e dytë që ajo ka veshur sot. Mirë, pas pak do të ndroj prap veshjen dhe ju në sallë do ta shihni. Dhe e dini çfarë, s'po përpiqem t'ju bëj përshtypje juve me veshjet që ndroj, por nëse e vesh diçka për gjatë gjithë ditës, mund t'ju them diçka që ju se dini. Do të kem të njëjtën veshje në televizion për 6 programe. O, e shkreta unë, duhet të blej veshje të reja. Xhbar të madhe që kam. E dini, janë atjetër e medaljes. Nëse jeni xheloz se ka më shumë se 2 palë veshje, atëherë, duhet ta shihni programin tim 4 herë në ditë. Ne kemi kaq shumë mendime në lidhje me atë që të gjithë të tjerët bëjnë, dhe ngatërohemi kaq shumë me atë që mendojmë se njerëzit e tjerë duhet të bëjnë, ndërkohë që jeta jonë është më shumë rrëmuj se jeta e tyre. Nëse juve s'ju duhet kjo, do t'ja predikoj vetes, sepse unë kam shumë opinione. Mos gjykoni, mos kritikoni e mos dënoni të tjerët, që edhe ju të mos gjykojeni, kritikojeni e të mos dënojeni. Në rregull, kështu kur ju dëgjoni se dikush ka thënë diçka për ju. Zemërojeni shumë. Por po ju bëj një pyetje, apo mbillni fara të mira, apo po korrni nga një farë keqe që ju keni mbjellë në jetën e dikujt tjetër? Disa nga ju se kuptuan këtë, do të bëjmë dhe një ndalesë tjetër. Nëse bëjmë thashë theme dhe gjykojmë njerëzit e tjerë, Bibla thotë se këto janë ato që do të marrim. Kështu, ne jemi të shpejt në këtë, dhe vërtet nuk po tallesha kur thash, a ka arritur dikush që deri në orën 2 të pasdites të mos ketë kritikuar apo gjykuar dikë? Ka mundësi që shumë nga ju nuk ja kanë dalë mban. Dhe kështu, e bëjmë këtë shumë herë dhe sinqerisht nuk shohim asnjë problem. Sikur ne thjesht mendojmë se nuk ka problem të drejtojmë jetën e dikujt tjetër. Mirë, më lejoni ta them këtë, nuk e kam thënë prej kohësh. E dini çfarë? Mund ta përmirësoni jetën tuaj nëse shihni punën tuaj. Ne përfshihemi në gjërat e të tjerëve dhe kjo është marrëzi, kemi shumë mendime në lidhje me atë që ata duhet apo s'duhet të bëjnë. Kurse jani vetes të lashet dhe thjesht shihni punën tuaj, dhe nëse ndjeni sikur dikush po bën diçka që shkon kundër fjalës së Perëndis, lutuni për të dhe mos shkoni t'i thoni dikujt tjetër atë që ai po bën. Forca, ky është thjesht një mësim i mirë dhe i qartë biblik. Dhe kështu, thelbi është
se djalli s'kërkon thjesht një derë të hapur në jetën tuaj, ai kërkon edhe çarje të vogla ku mund të zvarritet. Sa më shumë mundësi të keni për të bërë gjëra për Perëndin, aq më e ngushtë do të bëhet rruga juaj. A mund t'ju them diçka? Mund të ketë gjëra që ju mund të bëni dhe nuk do të bënit aq shumë buj sa po t'i bëja unë, për shkak të kësaj që unë bëj dhe që unë predikoj. Bibla thot, mos u bëni shumë mësues, se do të kemi një gjykim më të ashpër, ne që u themi njerëzve të tjerë çfarë të bëjnë nëse nuk e bëjmë vetë. Kur unë jam këtu lart dhe u them të tjerëve si duhet të jetojnë, rruga ime do të bëhet edhe më e ngushtë, edhe më e ngushtë. Mateu 7 thot, hyni nga dera e ngushtë sepse e gjerë është dera dhe e hapur është udha që të çon në shkatërim. Më kujtohet një herë që i mërmërisja Perëndis, e po e di ndjem si kur rruga ime sa vjen, e bëhet më e ngushtë. Ai tha ashtu është, në të nuk ka vend për bagazhet e tua të mishit, kështu që lëshoj. E dini, ne duam të kemi privilegje dhe ende të bëjmë marrëzira, por kjo s'funksionon. Kjo nuk do të thotë se Perëndia nuk na do. Ai na do. E megjithatë, një prind që na do shumë, nuk do të rri duar kryq e të na lërë të bëjmë gjëra të marra dhe të mos na korrigjojë gjithë jetën tonë. Perëndia i qorton ata që ai do. Dhe tek zbulesa thuhet, gëzohuni kur Perëndia ju tregon gabimet tuaja. Në versionin e amplifikuar thuhet, unë të gjithë ata që i dua i qortoj dhe i ndëshkoj, prandaj je zellshëm. Mirë, ndonjëherë kam menduar, mund të më duash pak më pak, dua e Devin pak më shumë. A nuk do të donit ndonjëherë që Perëndia të donte bashkëshortët tuaj më shumë se sa ju, dhe t'u tregonte atyre se çfarë nuk shkon dhe jo vetëm juve? Duhet të kënaqem me këtë pjesë nëse doni ta çoj deri në fund takimin. Mos gjykoni, mos kritikoni e mos dënoni të tjerët, që edhe ju të mos gjykojeni, kritikojeni e dënoheni vetë. Sepse ashtu siç gjykoni, kritikoni dhe dënoni të tjerët, ashtu do të gjykojeni, kritikojeni e dënoheni. Vargu 2, dhe me masën me të cilën ju masni njerëzit e tjerë, do t'ju masin të tjerët edhe ju. Galatasve 6:7, mos u gënjeni e mos u mashtroni. Perëndia nuk vihet dot në lojë, sepse ç'të mbjell njeriu atë edhe do të korr, sepse ai që mbjell për mish të tij do të korr nga mishi i tij prishje, por ai që mbjell për frym do të korr nga fryma jetë të përjetshme. Tani, më lejoni t'ju jap një shembull për fjalët që nxjerrim nga goja jon. Unë besoj se kur flasim ashtu siç duhet të flasim, duke bërë kujdes të mos jemi kritikues e të mos i fyejmë njerëzit e tjerë dhe duke bërë kujdes që të mos themi gjëra negative, mendoj se gëzimi ynë shtohet. Mendoj se do të kemi ditë më të lumtura. Bibla na thot, një njeri ndjen gëzim kur mund të jap një përgjigje të mirë. Dhe gjithashtu unë besoj se ndonjëherë kur njerëzit janë të dëshpëruar e po kalojnë ditë të keqe dhe thjesht ndihen të lodhur e thonë se di çfarë nuk shkon, kam një silloj rëndese, më duhet të qortoj djallin. Mendoj se kjo shkaktohet nga mënyra si flasim. Forca, nuk mund të shkoni në kishë të dielën dhe të hënën të uleni për drek në punë e të bëni thashe theme për njerëzit e zyrës dhe pas kësaj të jeni të lumtur. Jemi në botë, por jo prej saj, nuk mund të veproni si gjithë njerëzit e tjerë. Amen? Po kënaqemi shumë. Në rregull, tani, një person mund të bëjë gjithçka mirë e përsëri të vuaj. E para e Pjetrit 2:19-20. Janë shkrime që vërtet do të doja të mos ishin këtu. Por ja që janë. Sepse është gjë e lavdërueshme, e pranueshme dhe aprovuar nëse dikush për ndërgjegje ndaj Perëndis duron shtrëngime duke vuajtur padrejtisht. Sepse çfarë lavdie do të ishte po të duronit në qoftë se ju rajnë sepse keni bërë faje.
ndërsa po të bëni të mirën dhe të duroni vuajtje, të cilat nuk i meritoni, kjo është hir para Perëndis dhe e kënaqshme për Perëndin. Dhe në krah të shkrimit kam shënuar shumë e dhimbshme. Ç'Perëndi do të ishte ai që do të lumturohej nëse unë po vuaj pa drejtësisht? Në të vërtet nuk thuhet se ai është i lumtur nëse vuajmë pa drejtësisht, thuhet se është i lumtur kur ne mbajmë qëndrim të mirë edhe kur vuajmë pa drejtësisht. Le të mos e keq interpretojmë. Ai thot, dëgjoni, të gjithë kanë qëndrim të mirë kur gjërat bëhen siç duan ata. Por kur vuani ndërsa bëni gjën e drejtë, kur ju po silleni sa më mirë që mundeni dhe kur jeni duke i shërbyer Perëndis, dhe kur jepni ofertën dhe kur ecni në frytet e frymës dhe kur ndihmoni njerëzit e tjerë, tani janë duke ju ndodhur gjëra të këqija, Perëndia është i kënaqur kur në këto periudha ju mbani një qëndrim të mirë dhe ruani paqen. Unë do t'ju them diçka që mësova shumë kohë më parë dhe që mendoj se duhet jenë në fillim të listës së disa prej gjërave që Perëndia më ka dhënë që t'ua them njerëzve dhe mendoj se janë shumë të rëndësishme. Galatasve thotë mos lodhemi duke bërë të mirën. Po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vet. Dhe ne se dim se kur është koha për të korrur, është çfarëdo kohe që Perëndia ndjen se është e duhura në jetën tonë. Dhe ka periudha kur Perëndia i lejon gjërat të shkojnë më gjatë nga sa do të na pëlqente neve, sepse ka arsyet e tij. E dini, ai po bën diçka në ne, ai po bën diçka tek dikush tjetër, por dua të mbani mend atë që do të them. Kur ju vazhdoni të bëni atë që është e drejtë, ndërsa ende nuk po merrni rezultatin e duhur, jeni duke u rritur frymërisht. Mund t'ju them një sekret, kur ju rriteni frymërisht, zakonisht ka dhimbje. Amen. Shumë gjëra të mira mund t'ju bëjnë të ndjeni mirë, por ato mund të mos ju ndihmojnë dhe aq shumë. Por mund t'ju them se ndonjëherë kur jeni duke kaluar gjëra të vështira, gjëra si ato që kaloi pastor Charlesi dhe familja e tij, apo si ato që kam kaluar unë apo që po kaloni ju, edhe pse keni vendosur t'i besoni Perëndis, mund t'ju shkaktojnë dhimbje në shpirt. Dhimbje të cilën ndjeni sikur s'mund ta duroni dot. Një nga gjërat që kam arritur të kuptoj është se mund të ndjej sikur po gërmoj një vend më të thellë në shpirtin tim ku Perëndia të vijë të banoj. Ju s'jeni kur vetëm në vuajtje, dhe kur i besoni Perëndis në kohët e vuajtjes, ato nuk do të shkojnë kot. Sepse Perëndia do t'i marrë ato e do të nxjerrë diçka të mirë prej tyre dhe ai do t'ju bëjë njerëz më të mirë nga sa ju keni menduar ndonjëherë se mund të jeni. Amen. Sa nga ju mund të thonë tani se janë njerëzit që janë për shkak të disa gjërave të dhimbshme që kanë kaluar në jetën e tyre. Unë absolutisht mund të them se gjërat që unë kam kaluar më kanë kualifikuar mua t'ju ndihmoj ju. Mjafton të shohim Jezusin, Bibla na tregon gjërat në për të cilat ai kaloi. Mund ta gjeni tek Hebrejve 5:8-9. Ai mësoi bindjen përmes vuajtjeve të tij. Si mund ta mësosh bindjen nëse s'ke qenë i pabindur? Mirë, ai mësoi se sa kushton bindja. Dhe e dini, bindja është e kushtueshme. Kur ju bëni gjën e drejtë, kur nuk e ndjeni ta bëni, në këtë që bëni përfshihet dhimbja, por ne e bëjmë atë gjë nga që duam Perëndin. Shpërblimi mund të vijë më vonë, por në këtë moment po bëj këtë, unë po bëj gjën e vështirë sepse dua Perëndin. Dhe tek Bibla e amplifikuar, tek Hebrejve 5:8-9, thuhet se ai e mësoi bindjen përmes vuajtjeve të shumta dhe përvoja e tij e kompletuar e pajisi atë. Përvoja tona na pajisi ne. Përvoja e tij e pajisi atë. Të bëhej autori dhe burimi i shpëtimit ton. Kam predikuar një mesazh në disa vende dhe e kam shijuar atë me titull Vlera e përvojës.
Sikur asgjë të mos bëj, ajo që po kaloni tani po ju jep përvojë. Dhe do t'jetë diçka që ju do ta ruani dhe askush nuk mund t'ua marrë kurrë atë gjë. Dhe një gjë është e sigurt, kur po kaloni diçka të vështirë dhe shihni se si Perëndia ju çliron, dhe shihni se si ai ju sjell një shpërblim në jetën tuaj, po ju them diçka, e gjithë dhimbja që keni kaluar dhe e gjithë koha e pritjes që keni kaluar, do t'ja vlej kur krejt papritur shpërblimi i Perëndisë vjen tek ju. Amen. Po ju them diçka, njerëzit që ju kanë lënduar, një ditë do të shohin shpërblimin e Perëndisë për ju. Amen. E para e Pjetrit 4:15-16, por asnjë nga ju le të mos vuaj si vrasës ose vjedhës ose keqbërës. Pastaj vazhdon, ose sepse përzihet në punët e të tjerëve. Menduat se Esajova vetë është këtu në Bibël. Shihni punën tuaj. Tani e dini çfarë më duket interesante? Papritur, ne po flasim për vrasësit, vjedhësit dhe kriminalët, dhe në të njëjtën fjali flitet edhe për përzierje në punët e njerëzve të tjerë. Prit një minutë, Jezus, s'është ndonjë problem i madh? Unë mund të bëj, thashë theme, dhe mund të shoh punën time pak më shumë, por po them, unë nuk kam vrarë njëri, unë s'kam vjedhur ndonjë pikë karburanti. Mendoj se po bëj mirë. Jo, i thotë të gjitha në të njëjtën fjali. E dini, një nga gabimet që kemi bërë në kish është se kemi mëkate dhe pastaj kemi mëkate të pranueshme. Kemi një listë të tërë me këto gjëra që thjesht jemi mësuar t'i bëjmë aq shumë, sa që nuk e kuptojmë në të vërtetë se çfarë janë, dhe prandaj ne duhet të lutemi nëse kemi guxim të lutemi kështu. Perëndi, unë s'dua t'ja hedh paq me asgjë. Forca, sa të guximshëm mund të jeni, sa dëshironi të rriteni. Perëndi, nuk dua t'ja hedh paq me asgjë. Unë dua të jem ashtu siç ti dëshiron të jem. Dhe nëse po bëj gjëra në jetën time të cilat nuk po i shoh, hapi sytë e mi të verbër dhe hapi veshët e mi të shurdhër. Dhe si mendoni për këtë? Dhe merru me mua në çdo mënyrë që ti do. Do ta predikoj pjesën tjetër e kthyer me shpinë. Merru me mua ashtu siç ti do, dhe mos më lejo t'ja hedh paq me marrëzitë e mia. Mirë, ndonjëherë ne friksohemi kur ka një stuhi të paparashikuar dhe jo të gjitha stuhit parashikohen. Por e dini çfarë, nuk ka frikë në qiell. Perëndia ka një plan të përsosur për ne pavarësisht sa keq janë gjërat këtu. Dhe ajo që duhet të bëjmë është t'ja besojmë atij jetën tonë. Dhe të jemi aq të guximshëm sa të lutemi, Perëndi nuk e di përgjigjen, por unë të besoj ty, se nëse dhe kur të më duhet një përgjigje, ti do të ma japësh atë në kohën tënde.